Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer këtu në Shizoner në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Vazhdoni të na dëgjoni, dëgjues të dashur, ju që na ndiqni nga makinat tuaja dhe ju që na shikoni nga shtëpitë tuaja, sepse biseda me Livian këtu do të vazhdojë. Unë jam shumë kurioze të di, a e prisje ti fitoren e Selinit në Big Brother? E prisja në momentin që erdhi ema. Çfarë do të thotë kjo, më specifikisht? Aty, nuk e di, më erdhi një ide, thash Sa aty të gjithë ju kanë ardhur familjar? Po mënyra se nuk i ka ardhur si Selini, domethënë asaj erdhi një javë para, 2 javë, diçka e tillë para. Pak më shumë se një javë, mos gaboj. Po mirë, shiko, se e kuptoj pak atë idenë ndoshta se ku e ke në pikën e lojës që i ka ardhur mamaja Selin, ishte një pikë loje ku ishim në gjysmë finale, mos gaboj, ëh. Po, dhe në gjysmë finale, le të themi që ky Big Brother ka qenë i Selin dhe Mirit. Selin ishte shpallgja finaliste, mos gaboj. Kështu që do ishte në fund të rrugtimit të saj. Një prind gjithmonë përpiqet që të patjetër të ndaloj, por nuk është se kundërshtova. Dua të kuptoj tamam pse u ndan atë pikë sipas syrit tënd, që ishte ajo situata. Po, mënyra se ajo erdhi mami i Selinit, erdhi i tha, "Okej, ti ketë fala nga ky je shumë mirë, hajde me mamin pastaj në fund." Domethënë, edhe pastaj mënyra se për ta hequr. Po, mënyra se ajo vendosi prap të rinte, tha do t'i dal ball meshkujve që mua më kanë ofenduar, më kanë çarë, domethënë ashtu si u bë rrjedha sepse nuk ishte hera parë që aty punonin në ofendime. Mendon që doli pak viktima e gjithë situatës dhe prandaj viktima zakonisht merr pak më shumë. Po, dhe u kthe publiku me më shumë akoma sepse mendoj se erdhi keq, domethënë doli Selini aty për të Po, në fakt në situatë doli luftarake dhe pikërisht sikur po luftonte kundra gjithë burrat të shtëpisë. Sepse ajo e tha unë do rri dhe do t'i tregoj këtyre burrave se unë fitoj dhe unë ja dal. Edhe aty mendova se okay. Selinin pas fitores te festa. Unë nuk kam qenë, them të drejtën. Nuk ke rastisur. Jo, nuk kam rastis në asnjë moment me Selinin, po nëse rastis patjetër që e uroj. Si ka qenë raporti juaj? Edhe brenda shtëpisë juve besoj tim Miri tim Selin po ti marrim kështu. Nuk mund të them se ka qenë as shumë mirë po as shumë keq. E vetmja gjë që un jam prekur nga Selini ka qenë në moment që un kam dalë nga shtëpia dhe ajo ka qarë. Për së gjalli, domethënë që shkonte me lulet e Rogerti, Livia më i motër dhe mu duk xhest shumë i shumtuar se s'mund ta bësh me dikë sepse siç është ajo e bija e dikujt, ashtu jam dhe unë, e bija e dikujt dhe ashtu siç reagoi nëna, sapo theti që ajo shprind edhe reagon për fëmijën e saj edhe familjarët e mi ndiheshin keq kur gjonin Selinin duke qar rreth shtëpisë me emrin tim. Pra për ty kjo fitoria ishte merituar, a ishte Selin kjo që ka luftuar kundra gjithë këto burrat viktima e situatës, si të duket nga këndvështrimi? Nga femrat, ajo ishte më luftarakja, por pavarësisht se unë do doja shumë që ta fitonte Miri ose Rogerti. Livia, po nëse do zgjidhte njërin nga të dy, kush do doje ta fitonte? Miri apo Rogerti? Kush e meriton? Jo, kush do doje ti sa? Domethënë për që nuk ka ofenduar dhe është treguar me qytetar Miri. Roger të thash që do zgjidhte Miri. Jo, absolutisht. Unë thash nga mënyra e lojës. Livia, ti më para ke bërë një deklaratë që Brikena ka veshur rrobat e tua. Është e vërtet kjo? Po normal që është e vërtet, unë do nxjerr me foto, po. Ti ka kthyer, donte të thoshte Desian. Po ajo i kemi parë dhe disa rroba. Jo, nuk i ka marrë dhe nuk ka marrë shumë gjëra nga rrobat që unë kam patur në Big. Për masat e tua dhe për masat e Brikenës janë të njëjta, i bëjnë? Po pra. Po, të thash Brikena nuk është se është M apo L. Brikena small është. Edhe nuk Jo, të dyja gocat janë shumë të dobta, jo. Pa mendon se e bënte rastësisht apo ishte e qëllimshme që ti merrte rrobat e tua? Nuk e di tani a e kishte fiksim me gjithë apo vetëm me mua, po mua më ndodhi 2-3 herë edhe brenda në shtëpi dhe nuk e kisha te veshjet, sepse ne goca jemi, ndrojmë rrobat me njëra tjetrën, s'ka absolutisht asnjë gjë. Thjesht mua më erdhi, domethënë bezdi fakti që ajo ishte e para femër që mua më ofendoi dhe të ofendosh dikë në pamje fizike do të thotë që s'ka argument se ishte për të ofenduar Brikenën, nga pamja fizike kisha që ç'kej me të, nuk mbaroja deri të nesërmen. Kështu që i thash kur ti mua më ofendon dhe nuk më duron dhe ke thënë gjithë të fjalë për mua,
se shkon dhe futesh te dollapi im te gjërat e mia personale. Ke takuar Brikenën pas daljes nga Big Brother? Kam rastis Ku jeni përshëndetur? po jo, Brikena s'ka përshëndet asnjë, vetëm Po do me thënë ka mbet tensioni mes juve të dyja. Po Brikena nuk ka dalë nga Bigu, fatkeqësisht nuk e di tani se si e ka marrë këtë Sa banorë të tjerë kanë ngelur brenda në Big Brother? Shkojmë ti nxjerrim. Unë kam pas shumë komunikim me gjithë, më thënë, të thash. Në qasjet e juaja kur keni rastisur në post edhe nga Do të lart. thënë shëndriti. Okay. Brikena. Po flas për ato në lidhje me mua, që kam parë që nuk më kanë fol Kristi. Se Kristi kështu. I ka i vetë janë qef shumë mirë se mendoj. Me Mateon jo nuk kam rastis. Po ta kishe Brikenën përballë, çfarë do i thoja? Po me Unë do i thoja Brikenës përpara se të ofendosh një vajzë, drejtoje argishtin nga vetja, sepse të thash, ajo ofendoi pamjen time fizike për dhëmbët e mi. Më mirë të rregullosh dhëmbët se sa të prekësh gjërat personale të dikujt tjetër. Këtë do i thoja. Dhe ma kthe çik fundin orë. Po me qënë se jemi të Brikena, Lam dhe Selinin pas, futemi pak të këto dy çifte të cilat kanë bërë vërtet shumë zhurmë. Kush mendon nga këta të dy ka qenë më reali? Una kur kam qenë unë brenda, unë nuk kam pas njonin real. Pak Gimbon e kam parë më të përfshirë. Me vazhdimin që se unë dola, se normal gjërat ndryshojnë, kam parë me themun pak më shumë shpresë, shofte Gimbo dhe Selin. Tek Mateo dhe Brikena kurrë? Nuk besoj tani unë nuk do them me zor. Jo, e besojnë të tjerët e besojnë, se di se çojnë tani po ti ke xhelozi, po çfarë xhelozi unë Shlidhe kam unë me ato, unë s'pëlqej Mateon. Mos u bazon në komente Xhana, Jo, sepse ka shumë fanbase dhe sidomos për çifte, kështu që ndjeu Po jo, i kemi lirë. parë edhe komentet e këtyre që kanë bërë se gjitha më shumë janë fake, tash të folim realitetin. Po fanbase-et e Big Brother gjithmonë janë shumë të zjarrta, kështu që mos ki frikë kur të kesh mendimin Jo, tënd. të kisha frikë unë s'do kisha fol këtë gjëra, të kisha fol ndryshme, kështu që nuk besoj. Na ke mbajt miqësi? Po, me Inën po. Po Ina dhe Casey mendon se janë një çift fake dhe ndarja atyre është fake apo Jo, nuk e shoh fake. Qa Thjesht bëhet ato një më herë me nxjerrin këto për dy? momentin, mendoj unë, se ndoshta se s'dua të futem tek ato dy si din më shumë punë të veta më mirë vet, po unë i kam parë domethënë se zgjen për momentin edhe në nerva sipër siç na ndodh neve hiqim. Po duke parë se shiko, dashur pa dashur je pak përgjegjës si kundrejt publikut i cili të ka votuar, të ka dashur bashkë të gjitha, për t'i thënë në qoftë se ka diçka, s'ka diçka dhe gjithmonë kemi përballur me këtë përgjigjen jo, s'flasim, Pritse me çfarë tha Livia, mu po mle me kuptu sikur edhe mund të jenë bashkë. Janë. Po jo, prandaj po e shtjelloja këtë. Pra, në qoftë se vërtet ata janë të dy bashkë, pse nuk ja tregojnë publikut? Se zon ka në çift ka, nuk e di, janë me vite të martuar dhe vazhdojnë Pastaj zien. do them këndvështrimin Para 5 tim. ditësh, diçka tillë isha për darkë me Inën edhe me Kesin. do me thënë ti di që ata janë bashkë akoma. I bie që janë bashkë, se para 5 ditësh kanë qenë për darkë. Tani unë nuk i kam pyetur të them drejtën a jeni të lidhur apo jo. Shuaja Po publikut thjesht unë i kam, pyetjet. domethënë ne item isha unë me kushërirat e mia Kesi me Inën hëngrëm një darkë, domethënë edhe ishte me muzikë, nuk është se diskutuam këtë gjëra, ndoshta ato kanë bajtë dhe një raport shoqëror pas ndarjes. Faktikisht janë çift shumë europian ata. Po a do mbahet një raport me një ish? Kur? Ja, mu më duk te ato Që tani që e morën vesh. Ja, vetri dolën. Së djalë, no. Unë mendoj që një shoqëri mund të kthehet në dashuri, por një dashuri kurrë në shoqëri. Po këtë po thoya edhe unë, pra janë shumë europian ata të dy. Ose të paktën jo kaq herët. Herë lidhen, herë shok prap, duhet të jetë Unë mendoj shumë se nëse europian. nëse mendimi im, nëse një shumë. dashuri kthehet në shoqëri aty s'ka qenë kurrë. Dashuri aq e madhe. Do duhet shumë kohë, mendoj, për të kthyer shok. Ndoshta s'kan kur shok. do duhet shumë kohë që ta shohësh dhe ta përshëndesësh, se as për ta përshëndet nuk e përshëndet. Nëse unë flas nga këndvështrimi im, një lidhje publike, jo, një lidhje publike, sidomos kur ka shumë zënka, është ajo me vërtet ajo pjesa që i follow, unfollow, edhe shumë e vështirë për të ekspozuar, sepse sot zihemi, nesër jemi bashkë dhe ti nuk ke as, po, nuk ke çfarë i thu publikut. Ora mos u hiqni më nga rrjetet sociale se lat
Nam tani po flasim për njerëz të pjekur. Ju dilni në barkë si jeni follow. Është një goditje ajo e rrjeteve sociale, ja po të hoqa. Por që realisht janë shumë pozitiv. Un kam një raport shumë mirë me të dy prej atyre, kështu që nuk e di, unë shkoj shumë mirë me ato. Edhe këto dy fal se unë nuk e përmenda tek raporti jashtë shtëpisë, po është edhe Ina Kesi. Ti lëm Minën dhe Kesin aty ku më rri mendja mua, do të thënë turrim është gjatë gjithë kohës. Salaja, Selina, e ke djuar atë hitin Verorti, nga Rogerti në kishte publikuar me domain që ai e knoi në klub. Që do bëhej këngë kjo, s'ma merrte mendja kurrë. Me një tekst të plot. Po sepse nuk ishte si ishte diçka e re, ai e ka kënu edhe kur ishte brenda në Big Brother. Brenda në Big Brother mbaj pak si batuta aty brenda. Po kur doli ai pashë e kishin bërë të tjerë këtë këngën. Po shfrytëzonin të tjerë. Po e bënin të tjerë dhe ai tha kur këto e kanë bërë të tjerë, pse mos ta bëj unë që e kam krijuar unë. Po mirë, kemi dhe Selinin në anë tjetër që ka thënë Rogerti po merr famën me emrin tim. Unë nuk e di se çfarë thot Selini, po unë kur e ka kënu Rogerti atë këngën brenda në shtëpi, Selini ka qenë e parë që ka hyrë në divan edhe ka kërcy. Po mirë, është e vërtetë që ja kërkonte. Edhe t'ja këndonte. Po, edhe i thash Ndritit, e mbaj mend një pjesë kur u vendos kjo kënga shik, domethënë vetëm melodia, ajo i thash Ndritit shko thuj jashta, Allaja Selin, domethënë që doli dhe kjo. Këto muhabete nuk kanë fund kur i thonë po neve TikTaku po na afron, Livia, kush janë planet e tua në të ardhmen? Patjetër me aktrimin nuk heq dorë, është pasioni im edhe bëj me dëshirë, nuk është se bëj se duhet, e dua. Ne presim një ftesë në teatr. Tani të vim të shohim, patjetër që po, kështu që do më shihni në fushën e aktrimit edhe me ndonjë surprizë të re, nuk i dihet. Po që jemi ne të urojmë shumë suksese vërtet. Shumë faleminderit. Ishte një ndër intervistat më të bukura që kam bërë me zgotë. Faleminderit. Ishte shumë radios, ju them që Livia është më e bukur live. Vërtet. Ka lezet do mbi bardh për ata që kanë inat. Ishte shumë kënaqësi. Ne do duhet të shkëputemi në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak.